kalojmë në domate të gatuara me vezë, për të cilën ju duhen 6 kokra vezë, 6 domate të pjekura për një sasi për gjithë familjen, 1 lugë gjelle salcë domate, 100 gram djath i bardh, 4 lugë vaj ulliri dhe kri piper rigon për të rregulluar shijen. Tani, ne nuk kemi marrë 6 domate, po kemi marrë 3 domate. Po, normalisht është të përgjysmuar. Për të demonstruar dhe për të treguar hapat procesin që ta ndiqni dhe ju në shtëpi. Tiganin, direkt pakës vaj. Nëse ju dëshironi, mund të shtoni pak spec. Speci është gjithmonë opsional. Marim çik vezët. Një pastrim i mirë i specit. Po i bëj gati unë vezët dhe po i sjell. Ja, vë vetëm një spec që të kem në shirita. Këto janë gjellët, specat, domatet, patlıcanët, mashurkat, bamjet. Nëse ne kemi dimërore, normalisht kalojnë në kubik. Do të shtoj krip. O, sa për zbutjen. Kur domatet janë të forta, ne nuk kemi nevojë që t'i kalojmë në blansherim që unë t'i heq lëkurën. Në domaten që kam pasur të butë, e shikoni, kam hequr lëkurën. Mos bini pre e çdo personi që gatuan, se unë e bëj kështu, se unë e bëj ashtu në shtëpi. Nuk ka gjëra të tilla. Jo, më kot profesionet ndahen. Është e domosdoshme edhe lëkura e domates. Normale. E kaloj që të jenë vetëm me këto domate. Pra janë domate të mëdha, janë të forta, jo të buta, dhe në përgjithësi, kur ne gatuam me domate, ne gjithmonë përmbahemi tek domatet që janë të buta. Ja. E zbutim pak. I lë pak sa të bëhen. Do t'i shtoja. Këto janë të domatet e buta që unë ju thash. Dy fijesa për shije nga speci. Shumë pak. Kam piperin. Piperin si. Kam masën e rigonit që e kërkon të gjithë. Po. Pakës krip sepse kam djathin. Jap një përzierje sërish të duhur. Specave dhe domate. Nëse unë këto speca do t'i heq tani, normalisht është e pa bërë. Po. Sepse e di shumë që të thoni, o, zonja Albana, ato specat janë të pa bëra. Duhet që të zjej. Minutazhi që unë kam, mua nuk më ndihmon. Por, për të shtuar djathin patjetër që më ndihmon. Ja të laj pak duart. Ja shtojmë djathin dhe na mbeten në fund edhe vezët. Tani unë vezët i ndava kështu apo do jenë veç veç? Fare problem. Fare problem nuk ka. Për sasinë e domateve, 2-3 vezë janë mjaftueshëm. Një gjysëm racioni djath.
Tani, djathi, veza, specat domatja, bëjnë një kombinim shumë të mirë të ekuilibrimit edhe të proteinave në të, kur duam të gatuajmë këtë recet, sepse mund të konsumohet edhe në drek, vak dreke, tani... Po prandaj dhe themu që nuk shtohen produktet hajde se e kam në shtëpi. Patjetër që duhet një kombinim. Edhe sot je shumë bukur sot. Faleminderit. Në boresh sot. Vezët. Të rahura. O i marrim dhe i vendosim në fole, ose në të kundërt, që për mua mendimi im është më i mirë të rahura. Po, se sikur e mbledh më mirë atë masën edhe të lëngjeve të domates. Kam këtu. Do të shtoj edhe këtë masën e salsës që mua më teproi nga pjesa e biskotave. Nëse se keni vendosur çfarë do gatuani për shembull sot, speca, domate, djath, vezë. Shumë e mirë. Shtojmë. Tamam, një gjellë verore. Dhe le të bëhet avash, duke bërë avash, ka dhe minutazhin e vetë të duhur. Mirë, dhe zbuten qik këtu, do të shtoj pak bimë aromatike që i kam. Këtu i shkon qik majdanoz. Po, këtu i shkon shumë majdanozi. Që ja shtojmë në fund dhe ja tek e kemi gati, do t'i përmbledh edhe njerë produktet. Mos harroni të treja receta, duke qenë se jemi drejt fundit të gatimit, do t'i gjeni në YouTube-in ton, në kanalin ton në YouTube Reze Dielli, klikoni aty në rubrikën gatimi për t'ju referuar dhe për t'i marrë dhe njerë nga para recetat, janë me mënyrën e përgatitjes, video ndahet për se cilën recet, dhe gatuani sa më shumë dhe sa më shëndetshëm çdo vakt tuaj. Përmbledhja e domateve dhe vezëve, domate të gatuara me vezë. Vezë 6 kokra, 6 domate të pjekura. Pra nëse të keni 3 vezë, 3 domate. Një lugë salcë domate dhe kjo, 100 gram djath i bardh, 4 lugë vaj ulliri, krip, piper dhe rigon. Mos harroni dhe bimët aromatike, kryesisht majdanoz. E lëm dhe pak të zbutet, ndërkohë unë do ta sjell e sjellim për ta plotësuar atë panoramën tonë, tryezën tonë të gatimeve dhe nga gatimet tona do kalojmë në publicitet, fleshin informativ për të na risjellë përsëri në Reze tonë. Të lumshin duart, shihemi nesër, bashkë do të shihemi pas pak, ju pres.